Të dashur miq, selam aleikum. Lidhem si gjithmonë nga fundi i botës, nga Indokina. Ora është 11 e natës ku jam dhe jam me mikun tim Gjergj Thanasin. Sot unë dhe Gjergji kemi bërë histori, domethënë, kemi qenë në për kronika lajmesh dhe kjo lidhet me zarin 1.5 1.50 centimetra është i gjatë ai Gjergj apo është më shumë? Ë? Nuk ka rëndësi sa i gjatë është, rëndësi ka ligë është, sa i poshtër është. Është. Unë e quaj Zarin 1.50 të Ramës Taulant Pallën, i cili ka bërë dy postime. Një postim e ka bërë kundër Gjergjit Thanasit, ku u përmendja edhe unë, dhe një postim tjetër e ka bërë drejt për drejt kundër meje. Tani për juve që po ndiqni histerin e Edi Ramës, çfarë po ndodh në këto 48 orët e fundit, Rama është i obsesuar me Iranin, domethënë, unë nuk e di se çai ka bëu Irani Ramës. Nuk po duhet përdor ndonjë llap keq. Por domethënë Taulant Palla e ka nisur fillimisht me një video, për ta ndaj videon që ta shohin shikuesit. Tu me një video që ai poston në Facebookun e tij, ku thotë zjerohet rrjeti personave të lidhur me Iranin në protest, edhe pagesat mijëra euro nga shërbimi sekret iranian. Bashkëpunëtori ngushtë i Orsi Yaseji dhe i Dritan Goxha, i Gjergj Thanasi, po pse më edhe Dritan Goxha ju pagu nga ky fondi jonë o Gjergj? Është për të parën. Unë nuk e di, po këtë Dritan Goxhën se kam takuar asnjëherë të vetme. Mërë po ta kem pak kështu dal vivo, e kam pa vetëm në televizor. Okej, Nëse ta lexojmë sa Taulantin. moderne që komunikojnë, Thot nëpërmjet satelitit, Gjergj celularit, Thanasi, faksin, që është pak e vjetër se me tonë. Gjergj Thanasi identifikohet si përgjegjës për skenaret e zinj. Çfarë skenari po bën ti më? Për bllokimin e rrugëve, autostradës, aeroportit, dhunë dhe shkatrim. Ja si përshkruhet ky ekstremist, pas kanë bërë edhe ekstremist, unë thashë ekstremist jemi vetëm në islamikët, se dia që ju kaurët jeni ekstremist. Me fjalët Unë jam i moderuar, po aq ka ai tao shkret. Është gallat. Ja si përshkruhet ky ekstremist me fjalët e një ish agjenti të Mojsi. E ka llapin për këtë drogaxhiun Hadi Sanikanin që Mariam Raxhavi e ka trafikuar në Francë, nëse nuk e kanë vrarë. Edhe është më pas se e ka marrë nga faqet e Mekut. Dëshmia e oficerit të shërbimit sekret iranian Mojs për Gjergj Thanasin. Edhe vazhdon e lexon e thot pak a shumë që Thanasi adhuron parat dhe për të marrë më shumë prej tyre, thot. Në një bisedë private më tha se Thanasi dhe Ursi marrin çdo muaj nga 1.000 euro nga regjimi klerikal. Allah. Do më thënë, kjo është ajo që ka botuar ty për ty, edhe pastaj ka botuar to postimet e tua që ti ka vjedh nga Facebooku, ku tregojnë to postimet e tua, ku ti bën sigur ti gjithmonë bën, do më thonë, thirrje për protest, që bën thirrje për traun e ulajt, trarin e kastratit, i bëj thirrje banor. Vëdi që unë se që shkullnja të post-blok të qelbur, do me thënë, këto thirrje që bëke ti për protest, si pas Taulant Pallës, janë pjesë e rrjetit të Iranit, që e bëka Iranit. Iku kjo e para. Jo, është truri i Taulantit, është pak më shumë. Truri i Taulantit është shumë i vogël për këtë gjëra, është pak më shumë. Do e shpjegojmë. Tani pasi Taulanti më përmend edhe mua aty, unë i bëj një letër, do të thënë në mënyrë jo armiqësore, i them Taulant Ballës, me qenë se në profilin tënd ke sulmuar mua,
kurse Zxhinën dhe Gjergj Thanasin për bashkëpunëtorët Mojësit iranian, duke ripostuar shpifjet e armatës terroriste Mujahidine të Manzës, një organizatë terroriste që i ka duart me gjak amerikan, iranian, iraken e tjerë, duke qenë se në këtë postim ke përdorur një lajm të rrend të përhapur nga organizata ish terroriste e Mujahidinëve, sikur Mujahidini Hadi Sanikani ka deklaruar që unë dhe Gjergj Thanasi paguajmë 1.000 euro në muaj nga regjimi klerikal, duke qenë se Sadikani është trafikuar nga Mujahidinët nga Shqipëria për në Francë, duke kryer krimin e trafikimit i dënueshëm nga kodi penal, dhe ju po bashkëpunoni me trafikantë, sikur keni bashkëpunuar edhe më herët, duke qenë se po shkeni nenin 120 kodit penal dhe po bëni shpifje, duke qenë se Hadi Sanikani nuk dihet nëse është i gjallë apo nëse Mujahidinët e kanë vrarë në kampin e Manzës apo në Francë, i cili është një dëshmitar kyç i kësaj shpifje Mujahidine që ju po hapni, unë dhe Gjergj Thanasi u sfidojmë që fshini këtë postim urgjentisht dhe na kërkoni falje, por ndryshe do të padisim në gjyq për shpifje dhe bashkëpunim me një organizatë terroriste iraniane dhe trafikuese qenies njerëzore. Në gjyq ju duhet të vërtetoni a shpifjen Mujahidine dhe të Hadi Sanikanit, b rolin tuaj dhe të qeverisë Rama në trafikimin e terroristëve iranian drejt Francës dhe BE-s, edhe i them, vendosni se cili do t'jetë hapi juaj i radhës. Pasi bëj këtë postim, Taulanti më përgjigjet, edhe shkruan përgjigje Sarvantit të Gardës Revolucionare Iraniane dhe Shërbimit Sekret Iranian. Çfarë thotë fjala Sarvant? Se kjo nuk është në shqip. Shërbëtor. Është e ka dhe gjua rumune e këtyre Srakaçende, e ka dhe gjua rumune, shërbëtor. Po çfarë është? Ky Taulanti është vëlla që flet gjysmë rumanisht mua apo jo, po është diplomuar në Rumani edhe është normale, domethënë. Është normale. Domethënë mua jam diplomuar në Francë, unë përdor fraza frëngjisht, është normale. Domethënë do më tregu katunari që di ka gjutuj. Edhe më pas ka bërë shërbëtor ka vite që ka zbritur nga Librazhdi, kështu që s'mund nga fshatet e Librazhdit më poshtë, domethënë, kështu që s'mund quhet më katunar. Ish katunar. Edhe më quan ti shërbëtor, tu e pas ka bërë shqip. Edhe pas ka shkruar mirë me gërma e tjerë, ti shërbëtor i shtetit terrorist të Iranit. Hajde një herë në Shqipëri, pastaj e bëjmë gjyshin te Laguna e Nartës po deshe. Dhe shohim se me kë qeshin edhe flamingot. Qa është kjo? Është kërcënim që më thot hajde se do të çoj te Laguna e Nartës? Do me më heqave? Jo, problemi është që deputeti mua më nxjerr mallin e doktorit të shkencave Kar Amuço. Se dhe ai thotë që ti zvije do të Shqipëri, pastaj kur erdhe, jo po hike me vrap se kishe pasaport kanadeze, kështu që zamet e ke nga Kanadaja, hajde në Shqipëri, pimi kafe bashkë, që edhe të tallim paketin me deputetin Tao Palla. Po e di më po s'kam lekë burr, mos e më pagun as Irani as Belinda burr, se këta plerat këta i vjedhin lekët për veten e tyre. O Taulant, se di që do shohësh këtë video. Zahmet e ke vëlla. Do të hyj ke fabrika e çimentos në Elbasan që të punësohesh si baba Taulantit atje, të kesh lek me ble biletën për të ardhur në Shqipëri. Si thon, do të hyj. Më hy, inshallah. Atëre te fabrika e çimentos ku punon. Okej. O Taulant, zahmet e ke vëlla, ja, edhe Gjergj tham gjej punë aty te fabrika e çimentos, edhe në këtë rast paguaj edhe biletën. Tani, fjalia e fundit që thot Tauja është edhe diçka për patriotët në shesh, gjakprishuri, po përdor këtë terminologjinë e këtyre ekstremistëve që më shajnë mua, domethënë i di që unë nuk jam shqiptar, po e kam prishur gjakun, i di që jam infektuar me ndonjë virus, ë? Thot ky gjakprishuri tallet me ju se gjoja pas ka rënë dakord me qeverinë e Iranit, që droni më i ri i regjimit iranian të quhet Flamingo. Hajde, tallje me ju, hajde. Edhe më kanë nxjerrë mua foto me këtë zëdhënësin e
e Ministrisë së Jashtme iraniane, Ismail Bagain, që jemi ulur diku ndoshta. Okej, iku edhe kjo dhe pastaj çam ndodhi është mos e më çmeni ku interneti më bë. Okej, tani përveç sulmit që na ka bërë Tauja, pas ka edhe një sulm tjetër shumë interesant që ka ndodhur sot, por sulmi në këtë rast bëhet nga Edi Rama, se Edi Rama është obsesuar që të gjejë iranian, ndër të Si tjera. veti i madhi e ka bërë sulmin, i madhi fare, ai Po e ka bërë. jo kundër nesh, jo. Janë Ama ja, se burrin e lindës nuk e duroj dot po më sulmoj, e ka vështirë. tani janë ja 3 turistë kanadesë që po vizitojnë Tiranën, edhe këta turistët po Dhe protestojnë po së marrin bashku. pjesë në demonstrat, jo thjesht po i vizitojnë Tiranën. Shive kanë parrulla, kanë kartona ke dorë ato. Dhe Rama qa thonë, dëgjoni deri në fund kush ka ardhur turist për të shpëtuar Shqipërinë. Me një laps kemi në bulevard vetëm patriot të shtirur, aktivistë të shtirur, besimtar të shtirur, e deri diaspor të shtirur, po kemi edhe turistë të shtirur që kanë ardhur të lëpinë dhe pickojnë vajzat dhe djemt e sinqert të protestës. Tani Rama pse po i sulmon këta turistë kanadez, nga që ata janë me origjinë iraniane. Do të thonë, Rama me këtë postim që ka bërë është që pas ka gjetur agent të ri iranian. Tani dita e sotme ka qenë me tërmen fantastike, Gjergjo, se do më thonë, ndërsa neve të dy në ka goditur Rama Jo, Ramës, jo Rama. Iqbal, ky më burr, Palla, Tauland Balla. Rama pas ka shpallur non grata Iqbal e Hududin. Për persona që nuk e njohin, një minutë. Jo Rama, duhet ta kesh shpall ai Llamallari, ministri i Brendshëm. Ai që e kanë në video. Dhe do me thënë, kjo e shkreta pas ka ardhur në Shqipëri, pas ka marrë pjesë në protest, edhe Rama direkte pas ka gjetë prap Iranin aty, edhe Rama e ka deklaruar se ajo shpërndau urrejtje dhe e ka bërë non grata. Për sa kohë non grata? Për se të e gjitha shkrimin. E kanë shpallur non grata për 15 vjet. Do më thënë, kjo Iqbalja, ka mërë burë se s'ma e për këto linket mërë burë, qa bojnë ka? Të Iqbalen, e pas kanë shpallur non grata për 15 vjet, dhe arsyeja është thjesht kështu i është tekur Ramos, thot shikoni fotot, se kjo e shkreta ka një foto me Ahmadinexhatin, kur ka qenë Ahmadinexhati presidenti i Iranit para një 20 viteve, kur ka qenë, edhe pse ka foto me Ahmadinexhatin, thot Rama, shikoni foto, thot, është i njëjti personazh i ardhur me karavanin e diasporës së shtirur, që në emër të Allahut predikon urrejtje, thërret për kryengritje ndaj qeverisë së Shqipërisë, kërkon hakmarrje ndaj Amerikës për vllajin e vrarë, kasapin e regjimit të Teheranit, generalin pamkeq Kasëm Sulejmani. Dhe po personazhi në krah të saj është Ahmadinexhadi. Do ketë një kosovar që ja shkruan këtë, mos është ai budallaj, ai Albatrosi. Jo. Unë s'kuptoj pse është kaq i ligë ky Rama që e futi pra Hamburg Erion Velin. Pse i sulmo babin e Erionit? Se kuptoj. Pse është kaq i ligë u bu? Po lërë se Erioni është gjë tjetër, më beti edhe po nuk di as si të shkruaj emrin, ky ka Ahmadinexhad me X xhaketa. Ky ka shkruar Ahmadinexhad, Gjadër. Thot Ahmadinexhadi, thot dora vet kryeshërbëtori famkeq i ajatollave të errësirës. I ka qef këto terma dramatike Rama, do më thonë tregon sa ajatollah që dalin nga errësira. Dhe kuptohet që kjo gazeta e Carlo Bolinos, që është vënë nën shërbim të Ramos, po janë nxjerrë jetën e saj fakires.
Pra, miq, sot kemi kemi 4 sulme, zatën, kundër Iranit. Njëri është kundër Dritan Goxhës, që po vazhdojnë ta linçojnë e çfarë po i bëjnë atij shkretit, sa ai është kryagent i Iranit. E dyta është kjo kosovarje shkret Iqbalja, se Ramos nuk jam mban që ti bllokoj kosovarët në masë dhe e ka parë këtë, kjo është me shami, kapja futja kësaj. Kjo shkreta është 60 e kusur grua plak, a kuptonte? Por është e njëjta filozofi që këta përdorën atëre kur ndaluan atë Hoxh Imran Hysejnin që e torturuan në aeroport, që 85 vjeçarin që e majtën si qenë birqeni aty 24 orë derisa e kthyen mrapsh. Edhe tani ky i ka dhënë urdhër këtij Llamarinës, Llamallarit që thotë, ka thënë kjo për hapur rreti edhe hop kemi shkopin dorë neve dhe e ndalojmë që kjo mos vi. Dhe okej, tani me këtë postimin e fundit që më bëri ky mua Taulant Palla, unë ju përgjigja edhe i thash, Taulanti thash, ç'a do mbosh, thash, do më ekzekutosh tash kur të vinë në Shqipëri sikur ekzekuton banda e mujahidinëve iranian të vet, apo do më vrasësh me bandat e drogës të Elbasanit që vrasin njëri tjetrin? Por një moment tiki edhe një të postimi i Taulantit, postimi që do më thënë e nisa sherrin për ty Gjergjo, se ku ishte më burr. Kjo është përgjigje për mua që jam Sarvant. Por do më thënë fillimisht sulmi nisi do më thënë ndaj teje, sepse ti je bashkëpunëtori ngushtë me mua dhe me Dritan Goxhajn. Dhe do më thënë, nuk jam unë spy master, shefi i spionëve iranian. Ti je bashkëpunëtor. Bashkëpunëtor, por do më thënë ideja është që këta na kanë bërë grupin. Unë që jam prapa diellit Indokin, se unë jam garda revolucionare, unë jam me flamingot edhe me dronët Shahid, ti në Arnautistan, Dritani në Autistan, Iqbalja, se vjen edhe Iqbalja. Iqbalja vjen me këto grupet e këtyre mujahidinëve kosovar, edhe Taulanti me... Mos vdeksha pa e pi kafe me Iqballen. Mos vdeksha pa e pi kafe. Po të pi shu italiano. I ishte mërzit e shkreta, kishte marrë Ramën seriozisht që thashën po lere Iqballen, tash mos e merr seriozisht, ky është idiot, tash ky është bullallatësh. Edhe po i prishëm punën dhe shkretën se vjen ty në Shqipëri, më i thashën gjena i avokat hedhin gjyq. Po më tha ku kam lekun e shkreta, ajo është e marruar burr gjino. Gjithsesi, do më thënë tani mund të thakun? Ja, ta marroj të fjali. Do më thënë, me çka kuptoj unë nga Taulant Palla sot, do më thënë sulmet anti-iraniane, se Rama do ta ketë kapa i deliri Don Kishotit, ndoshta ati i rremine me tërmeno, por se duke luftu me iranian. Do më thënë, Rama ka gjetë një 3 turist kanadez aty të sheshi që ishin protest, ta tha janë iranian, higën ata, i kapën ata kanadezët. E dyta, i ka vënë trarin kësaj fakires Iqballës, që mos hymë, se kjo thot kjo vjen me këtë pseudo diasporën, domethënë ta kosovarët kur vikën që i sill ka Albin Kurti, pas kanë Iqballën, i inspiro ka Iqballja, që janë parte e gardës revolucionare. Masani është komandant Dritani, që është sigur tha Rama, a u thashta që e kemi Iran në shesh, apo ky pas ka që na bëri ky Dritani në dhe domethënë tani Dritani është koha, por paralel me Dritanin një edhe ti që bën thirrje, por jam edhe unë jam servant i gardës, po unë jam prapadiellit, edhe tao jam thot hajde jeri Shqipëri, thot se ta tregojën thot të gjeni nartës. Tani është linja te ty vlla, meru me Taulant Pallën se boll fola. Ky urdhër ndalimi për Iqballen, 15 vjeçar urdhër ndalimi, më bëri nostalgjik. Më kujtoi qershorin e vitit 1991 me tragedin Tiepolo, kishin ardhur nga Italia automjetet që do përdorte sekretari i shtetit amerikan gjatë vizitës këtu. Ai vetë erdhi me avion, po automjetet erdhën me traged. Bashkë me automjetet kishin ardhur shumë pak pasagjerë me vetura, me ato vështirësitë atëshme lejimin e veturave. Ndërto ishte Padre Majone jezuit, ishte dhe Dom Lush Gjergji, prift katolik, kosovar, shqiptar, kuptohet. Edhe duke pi cappuccino, duke bë muhabet me atë, me një kolonel karabinierësh italian, me shefin e grupit sigurisë këtij të sekretarit të shtetit amerikan,
Më thotë Dom Luzgjeri që kërkova vizë, tha, në janar, tha, dhe nuk ma dhazën edhe më spjeguan që feja ashtë opium për popull. Po mirë, thashë, 6 muaj pas ka dalë opiumi. Ideja ishte që për 6 muaj regjimi Ramiz Alis i kishte rënë brekët. Pra 15 vjet që thot Taulandi, për 6 muaj nuk e dim Taulandi do jetë në Shqipëri, do jetë në azil, do jetë shpërhën opsira tjera. Apo mund të jetë edhe në burg me çunat e Elbasanit. Po mund të jetë në burg, varet se si do bi regjimi, do bi si qëra Honekëri apo si qëra Ceaușescu. Domethënë janë shumë pikpyetje për të ardhmen afërt, po flas ditë javë, nuk po flas për muaj e vite. Pra, ai 15 vjeçari ministri i Brendshëm Llamallari është 5 Është si ndalimi që nuk i jepte vizë diplomatëve shqiptarë se ishte feja opium për popujt në janar. Në qershor erdhi bashkë me sekretaren e shtetit Baker, në makinat e sekretarit e shtetit Baker, me tragedin Tjepërga. Unë sa isha aty në dogan dhe qeshja të madhe se ku ishe ka të ndisë komunizmi shqiptar. Nja pra 2 herë një jetë me erdi ralla që të qeshme të madhe se si po ka të ndiset regjimi narko-komunist i këti të Edvinit dhe me pallat se vlen në marë. Tani, kjo ishe për Hudutin. Unë ju përgjigja plak për plak të Taulandit, ju përgjigja seriozisht, atë që ditë bëj unë ma mirë, i thash, shiko, të riqja atë që bëre, kërkon ndjes publikisht, për ndryshe, ju drejtova narkotrafikantëve shqiptarë, të dashur narkotrafikantëve, thash, në asnjë mënyrë për asnjë arsye mos lidhni ngarkesat tuaja të kokainës me Tao Pallën, thash. As si lek nga droga për Tao Pallën, fajmi nga lekët. Se po e lidhët, unë po mora vesh, dhe për drejtë unë marrë vesh shumë, unë do t'i denoncoj publikisht. Zgjidhe e mërli. Do të vrisi, po të kapën 12 kuintal kokainë të rofë. Me le Tao Pallën pa lekë. Po një ide shumë të thjeshtë. Edhe për një me 8 klasë shkollë është e kuptueshme. E para kjo. Po ashtu, për të regu që nuk po bëj kërcënime në ava, përmena portet e paqësorit të Amerikës Latine, për të regu që ditë këtë rrugën tjetër, jo ato rrugët e vjetra. Përmenda dhe portin de Santos në Brazil, pra e kam seriozisht. Përmenda dhe shkëmbimin e kokainës shqiptare dhe të kanabisit në portet turke me heroin. Përmenda dhe një qifut pa emër, kuptohet, se unë s'maj me në emra 60 vjeçmo, nga Afrika Jugut që monitoron këto shkëmbimet e kokainës shqiptare me heroinën turke. Heroinën që vjen nga Afganistani, po themi heroinën turke, se bëhet shkëmbimin në portet turke. Ka ndru modus operandi shkëmbimeve. Pra, parlajmërova Ballën. Mos më intereson që lekësh botimi nga droga, por këto çuna duhet zgjedhen midis meje dhe teje Palle. Do të pa lekë. Se këtu di këtu në pjelljes leku. Ky është paralajmërimi i parë. Paralajmërimi i dytë. Shfrytëzova rastin që u rihelmuan studentët e Akademisë Sigurisë, pra oficerët e arshëm të policisë. Dhe u kërkova që të bashkohen me popullin protestë duke filluar nga Trau Ulajt ke aeroporti. Palle, se do më fut atë akuzën për bllokim rrugësh. Heqja Traut është bllokim rrugë, se Trau e ngadalson trafikun, nuk e përshpejton. Pra duke heq Traun, ose duke kërkuar që të hiqet Trau, unë zbllokoj rrugën, nuk e bllokoj. E kupton? Ky argument do jetë edhe në gjyq kundër teje. Dakor? Një kjo. E dyta. Palla thotë që djegje, shkatërrime etj. Në përgjithësi nuk ka pas djegje se policia nuk ka rezistuar. Biles nuk ka bërë as sikur reziston. Për shembull në Kakome ishte një veturë policisë qarkullimit, një veturë policisë normale, një furgon me forca operacionale, nuk dole nga makina polisit mërë. E lanë popullin bote qef. Pse e kërkojnë këtë? Sepse grupi Shurupi ende ka i farë kontrolin mbi protestën. Dhe unë do t'i tregoj Ramës që protesta shejtani ka dalë nga shishja. Do më thënë, imagino, në Kakome e hëngri derën. Në Rjollë e hëngri derën. Ato më dëgjova këto të Rjollit që ka një general në rezervë që u jep men nga ana ushtarake, një gjova që këto do kthehen në Rjoll, pra jo vetëm do heqin rrethimin, e një gjone e Palle,
edhe ti Llamalaro, por do e zhdukin kantierin, një lloj siç veprun ato të Karkomes, që këto e hoqën derën vet, unë i thashë, zhdukni kantierin, dhe ato do zhdukin kantierin e Ulaj. Le ta mbroj Ulaj me mercenar shqiptar dhe malazez, le ta mbroj Palla, le ta mbrojnë policët e Llamallarit. Por do i tregoj një histori nga e kaluara ime, se çdo të thot kur i helmon oficerët e policisë që më shkollë, nga Tafmaja për të vjedhur. Në 90-ën kishte dalë Ramiz Alia me teorinë ta bëjmë ushtrinë më pak të kushtueshme. Dhe trupave të kufirit, që ishin të gjithë të zgjedhur me biografi llagare të pastër, djathin e mëngjesit ju azvendëson me marmalat, ishin ca copa marmalate, 10 lekë që quheshin ato, marmalat molle prodhuar në Peshkopi. Ndërsa mishin, që ai ishte më shumë kocka e dell, po mish po themi, u azvendëson me mish të grirë. Pra vinte herë mish gjella, po s'kishte mish brenda. Dhe gjithë qefra mizi se e bëri më pak të kushtueshme ushtrinë. Me 14 orë, 1990, toka kufirit doli me mbrojt ndërtesën e Komitetit Partisë. Por unë u bëra thirrje, hidheni morë automatikisht për tokë dhe. Pse me këtë qelpsinë do rrini ju? Një gjuhën llafin tim, nuk një gjuhën komandantin e PKK-s, pikës kontroll kalimit kufirit Durrës. Po u fillon ndjedhjen automatikët. Pra, ja zëvendësoj djathin me marmalat, ju zëvendësoj mishin me mish grinë, e pa. E njëjta gjë, po helmojnë oficerët e policisë. Nesër po them edhe nesër, domethënë ditën e nesërme, jo nesër in the future, në të ardhmen, ato nuk do t'ja falin këtij regjimi. Unë nuk kam bërë thirrje, bashkohuni me popullin. Pse? Kemi një precedent. Kur shkolla e bashkuar u tentu të çojnë qytetin studenti që të rrifshin këto studentët, Dega kundër error u rebelua. I myllën derën në Fjetin, shkullin derën dhe hudhën mbi kokën e dy pedagogëve të ri. Njëri ishte Alfred Peza, tjetri ishte një nga Kuksi, pedagog i ri. Pra, në vend që të shkonin të rrifshin studentët, ato u bashkuan me studentët kundër regjimit komunist. E njëjta gjë rrezikohet edhe për policinë shqiptare dhe unë këtë u kam kërkuar studentëve. Kjo ishte dhurata ime për Llamallarin, kjo ishte edhe dhurata ime për Tao Pallën. Duhet ta kuptoj. Është edhe një postblok i vogël ke Gjiri i Riqit, afër Bardores, ku ka qenë burgu. Edhe ai postblok duhet hiqet, e kupton? Se në Karpën e hoqet vet, aty ku do bënte investimin 1.5-2 miliard dollar Rama. E hoqet vet postbloku se e vjen prap, sa të kaloj vala. Kudo në Shqipëri do hiqen postbloqet e juaja që të qarkulloj rrugët, jo të bllokohet qarkullimi, të shtohet qarkullimi, të lehtësohet qarkullimi zotrinj. Ju po patët të byç, çoni policin, çoni mercenarët, i mbrojnë postbloqet, i mbrojnë dyert si në Kakome. Çoni, keni? S'keni. Pra, Palle, e kupton se çanollin në nëntor të 56-s ta kanë shkruajt. Në Hungari, zëvendës ministri hungares i kishte dy durë deri në bryl me gjakun e hungareze, sërëu në ambasadën tonë. Doli Bato Karafili, ambasadori me Mitrolos Dekarjev nga ato me rrotë sipër, me mbrojt zëvendës ministrin nga patriotët hungarez. E kupton Llamallaru se ke qenë zëvendës ministër ti jeri ko jemi për plasnë, por erdhë në bëj aktivitet në Durrës, që pronat e krimit do t'i venin shërbim të rinis me këto të Brukselit. Kujtohet ai droni ujor që çote drogë nga Durrësi në Itali, për atë u përplasëm. Pra kthehemi edhe një herë. Kujto zëvendës ministrin hungarez se si u strehua. Dhe pyetja ime është, o Llamallaru, çfarë ambasade do strehohesh ti nëse populli do ju përmbysi? Çfarë ambasade do strehohesh? E kupton apo jo? Dritani tha Klumbi. Unë them populli do ju përmbysi. Çfarë ambasade do strehohesh? Sepse Sala dështoi me këtë, domethënë jo të vijmë deputetët e tjerë. Deputetët e këtij parlamenti do këndandisën si Kristaq Rama i shkret në dhjetor të 90-s. Deputeti ishte Kristaqi. Ja përshëllet e njëri Kristaqit dhe Kristaqve, si ja përshëllet e njëri. Se deputeti ishe në shokja në Xhmije, e në shoku Pali, e në ky shoku tjetër, si ishe ky Foto Çami, gjithë deputeti ishe, ja përshëllet e njëri në 20 dhjetor, kështu do katandisën dhe deputetët. Pra, ajo që duhet kaloj qeverina përmjet deputetëve që thotë Sala është 5 me hiç. Deputetët e këtij parlamenti, zeqinerat nga të dy krahët, gazabardhat kneje, zeqinerat tani, do të katandisën si deputetët punist të dhjetorit i 1990, ma e men këtë Palle.
Bo kallëzim penal, se mund të kemë bo vepër penale kur them që deputetët zëqinerat e sotëm do ka të ndisën si deputetë të punisë në 10 Tjetër, është një zhvillim shumë i mirë, unë bëra thirrje duke shfrytzuar idiotizmin e zombi kryebashkiakës Durrësit, që po i bën me pagesë gjithë rrugët e Durrësit, bile se dhe rezidentët do paguajnë 100.000 në vit për makinën për ta parkuar. Shpike kësaj, ja ka kalu dhe Lali Fiku në Tiranë me rrugët me pagesë. Shfrytëzova këtë rast dhe i bëra thirrje popullit të dalin demonstrat. Po jo vetëm to, të dalin dhe ato që do më vjedh shtëpitë Lordi Rothschild, të dalin dhe ato ke zona e Çesmosferrës që duan më aprish shtëpi dyqanet Baçet dhe më udhon një dëm shpërblim të tipit ka çu nana me lagojen, edhe ato që kanë ja 3 vjet që s'marrin bonusin e qeras, t'ja kërkojnë deri në fund. Pse? Kryetarja e Bashkisë jep parë për inceneratorin me djeg plerat e Durrësit në Tiranë. Shumë mirë që të jetë Durrësi i pastër. Nuk është djeg as i kile plerë dhe kjo i jep lekët. E kupton, shkoj unë ke furra bukës, t'jap lekët dhe i mos m'japi bukë. Dhe unë për vite tëra t'jap lekët dhe mos marr bukë. E kuptoni se si villën jo Durrësi gjë. Pra, këto 3 komunitete, ato që duhet merreshin shpërblimin për mbytjen, që ju a than maksimumi nga prilli e merrni. Jemi në fund qershorit, po prill është ende. Dhe gjithë ato komunitete dalin. Qose duan lek. Qose s'duan lek, le të rrinë shtëpia të parë lekët në shtetit. Ma kupton? Dhe kishte një zhvillim pozitiv, se unë thash, tash PD-ja e Salës, po duan të vinë. Zoti Gashi, kryetari i digës së PD-s, duhet më dërgoi mesazh pra me shkrim, jo me llafe në rrugë. Unë thamë protestë. E kupton tani që PD-ja do jetë me protestë, nuk do jetë më në rolin e Krumiros, të Grefysit. Situata është shumë e rëndë. T'ja shpjegoj një jetë Butollak, që kryetari i Bashkisë Durrës. Amaro, thuaj sa është e rëndë situata. Do të ketë demonstrant Durrës. Si finon nesër të prenden sikur të shkulet trau i ulej. Nuk e dia do realizohet, ë? E kupton? Pas nesër se si do ngrehet morali dursakëve që të kërkojnë dikush lekët e dëmshpërblimit, dikush lekët e bonusit i qeras për tërmetin, dikush që mos ja vjedhë shtëpinë Lordi Rothschild, dikush kërkoi, i kanë dhënë autorizimet që në korrik të 2024-s për ty ke shtëpia që kanë ndërtuar ke vaskat e fekaleve në Knet këto, ndërtuan shtëpi të reja. Nuk hyn, s'lidhim ujë e drita dhe nuk i lidh dot vetë se është vepër penale, quhet që po vjell korrent, po vjell ujë. Pra, u kanë dhënë autorizimet. Nuk hyn, nuk i lejnë me hy. Një protestë e tillë do të detyrojë kryebashkiakën me vrap t'i lejë. Pra ne orrini paguni qira nga xhepi, ose protestoni që kryebashkiakja t'ju lutet, t'ju marrin telefon, aman hyni për shtëpia. Pse? 10 arrixhofka dolën, njona tentoi me ra me gur bashkisë, u bë nami, i morën lekët arrixhofka. Tani ne gaxhojt, bardhët që kemi më pak të rima të arrixhofkat. Unë e kam thënë, ta di se do përfundojmë burg, një bigurin me vezë, kam aq lekë sa me blet 30 kokra vezë, nga këto të lirat ke Big Market po i bëj reklam, 90 lekë vjetra kokra. Edhe një 10 kg domate gjysmë kalpta, besoj me 40-50 lekë të reja kilën do i blej ato, edhe do i godas bashkin, dhe të më fusin në burg, kam hyrë në burg, se kom problemun, nuk jam çun mami. Kur po Lali Jeri burg, kuptoni tani? Lali Fiku burg, pra, qeveria këtyne është në të rëndë, si që dola në 90 dhe ra regjimin. Ra në regjimin, po ta mësën asfalt që të në qojnë. Kjo është. Ky weekend do t'jeti i vështirë për Rama regjimin. Dhe të mori nga ato iranianët ai. Me qera Allafi, o shok të antiterrorit, po në gusht 2022 da nxit jetën me ato 2 iranianët që ishin me dokumenta gjermane që majtët Pengrinas. U detyrova, mora avokatën, ju drejtova konsullit gjerman këtu e njësisë së krizave në atë Ministri Federalit punëve të jashtme të Gjermanisë, deputetëve lokal nga Bavaria. Nami zi dhe si leju t'i dëbuat. Si ju pas kanë hyrë këto kanadezët me shok të antiterrorit, po ju të policisë kufitare dhe të emigracionit. Si ju kanë kalu për shalësh të turistët kanadezë. Ngrejnë mërë vigilencën revolucionare. Ky lamallari s'ke ka gjë hiç fare, domethënë. S'po ngref ka atë vigilencën revolucionare vartë vetë në polici. Ja zëgi qoftë. E kuptonë orë që unë po tallë edin me gjithë këto, se këto thonë kujtun se do në tremin. Ky weekend do të jetë shumë i vështirë. Disa grupe dursakësh po japin lajmërimin që të shtunën të ketë demonstrat Durrës ke bashkia.
Domethënë, unë me pa herë si të shkoj demonstrata ke trau i ulaj. Plus që duan me shkull edhe atë post-bllokun e vogël që ka rruga që çon për ke gjiri i Riqit në Kavaj në afër Ishburgut Bardores. Kudo po hiqen trarët. Dëgjova që edhe në Pogradec po organizohen se u kanë vjedhur ca toka ke liçenit se do bëjnë ca gradacela, do i ulën edhe ca kotka sales nga ato gradacelat. Domethënë, në një garazh, në një dyqan, në një kështu apartament, po jo me pami nga liçeni, me pami këne nga Pogradeci, se nga liçeni e vaji çik. U bë sale për me mor qylo apartament, me pami nga liçeni. Dhe në Pogradec po fillojnë të organizohen, se unë jam me origjinë nga Pogradeci. Tani duhet ngrej problem dhe ta mbyllim këtë punë. Po bëhet një krim anti-shqiptar. Le të bëj ham-ham Taulanti, po do përfundoj të keqen. Shumë më keq se e zvendës ministri punëve të mbrëmshme hungarez 56-ën. Duan të vjedhin tokat e Divjakës, domethënë vjedhja do fillojë nga Sazani dhe përfundojnë në Divjak. Duan të ngrenë banesa për 50.000 vetë. Janë planet, prospektet. Jo më tha njoni ke rralla vajt ullirit. Dhe unë pa shkronja izraelita aty, hebru, Jewish. Mos duan me sjell larg qoftë 50.000 që fut këto në Divjak, se kam edhe fisin e grus atje, nga jati. Tao Palla, me qenë se më kërcënove. Gjali Driteroj ka pas shkruajti libër, ka i libri, komisari Memo nga qyteti shkonte ke Rapotabanin katon. Të betohem që do shkoj ke njerëzit e vjerrit tim. Dhe do t'i organizoj, ama fute në akuz, do t'i organizoj që të mbrojnë tokën nga ju hajdutët. Ta mbrojnë me protesta, ta mbrojnë me armë zjarri, njëllet për të pa. S'keni për ta morë tokën Divjak për që futët. Edhe kjo është premtim. Mos i shifri këshu lalucë, se janë shi ato. Nuk ju hecin mo këto intrigat e vogla katunareske. Ta heqim braqen, ta qojmë një nga Tirana, se na qau edin, këtu, se braqes që kanë i majtën, përpijit i shërben dhe komunitetit të muzikjartë, zonës e tjere. 100 braqe do ju dalin atje. 100 braqe do ju dalin. Me qenë se më kujtu braqja. Kam edhe i mesazh për këtë Tao Pallën. Fatosh Plosi, shefi Shikut, ndërseu Erion Braçën, ndiltet në shante në parlament, dikun mars të 2002-shit. Pra 24 vjetë për para. E mori përgjigje publike Erioni. Sa muj më vonë zorën një Bilani, deputet nga zonat ruralit Lushnjës. Edhe im shau në parlament. Do di që pas im shau muaj në janar të 2003-shit, mos gabohem, jo, pse ma i men, na i organizun një aksident automobilistik ke Bishti Zhurit, rruga e vjetër e Rogozhinës. Aty ku ka vdek në aksident automobilistik një sekretari përgjithshëm i Ministrisë Mbrojtjes, e kam pas shok në abone. Aty ku ju bë atentat sa trimave nga Durrësi, njëri për të cilëve ky Drejti Shijaksi ishe nga grupi që më vuni gjobë mu në asështatën, që normalisht se pagova gjobën, se kisha mjetëve të mbrojtëse. Pra, në atë zonë e hongri Bilani shkaret, nuk vdik, ka vdi zotit, asa i as shoferi vetë, suksesi mod. Që që Tao, mos u bë zagar, sepse ato zagar që më sulmun mu, nuk e patën dhe i kletë mas i më sulmun mu. Po të them, i ndërseu Fatosh Plosi, koke modhe, me doktoratur, i shkollu në Francë, në Bullgari, e kupton? Ty të kanë ndërsy, kjo e ti Vlora, ke parasysh të më thënë me të ndërsy Vlora. Qik djevojk, kështu thonë në Kosovarë, qik djevojk. Tani, me të ndërsy Vlora qik djevojk, o Tao, e kupto sa i ka ullë pazarin, që të thu shtit më burë, kjo është drume prej fare, kjo Tao, kjo është drume prej. Me gjithë po të them, e kam seriozisht, mjerë a i trafikant drogi që t'jep lek ty, do bëj qmos t'a djekë të rëthenjisht, e të vrasi, unë se kom frit vdekjen, unë 60 vjeti kam jetu, si kur me jetu 90 vjeç. Nuk e kam prej fare, do t'lej pa lek, s'ke për të morë kokër leku nga trafiku drogës, me këtë që ke bo, tërhiqja te dhe kërkon ndjes publike, do t'lej pa lek nga trafiku drogës, trosh me rrogën, trosh me nëj lek që mund t'kapësh duke mëru në mësusa, duke bënej tender të vogël ke spitali po t'lanë fortët, ke spitali në Basanit, me kësoj gjonash, me këtu do ka të ndisesh. Do t'lej pa lek të drogës, t'jap fjallën nderit të ish doganierit, dhe unë e mbaj fjallën.
Unë kaq kam për të taun, kena gjë tjetër ti? Tjetra është, se jam edhe i lodh. Unë po, Po, domethënë sigur thash, do të planifikoj ta hedhim gjysh taun, ta hedhim bashkë. Kot për gallat domethënë, se domethënë thjesht që për gallat, seriozisht valla, do t'ja nxim jetën po, me mjete gjyqësore. do do Patjetër valla shpif do radio. do më thënë se ato citimin e këtij drogaxhiu të Hadi Sanikanit, të cilin mujahidinët e kanë trafikuar, ndoshta në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme të asaj kohe, që e kanë trafikuar në Francë, kemi të bëjmë me disa krime me atë që ka bërë Tauja kundër nesh. Krimi i parë është shpifje, dhe krimi i dytë është, domethënë duhet me parë sikush ka qenë ministri i Brendshëm në atë kohë, por Tauja si njeri i rëndësishëm i administratës socialiste duhet të ketë një farë përgjegjësie, domethënë, se çfarë ka ndodhur në atë kohë, se si është përdorur shteti shqiptar për të trafikuar terroristë iranian, por në Francë. Edhe për më tepër ky gjyq për mendimin tim duhet domethënë paktën si e shoh unë, më shumë rëndësi do ketë publiciteti, ja që unë do dua që të përfshihet edhe pala franceze në këtë rast, të mundësisht kemi të dëgjojmë, të kontaktojmë Ministrinë e Brendshme franceze etj etj, që ta gjejmë. Po bëj një ide, po fol se më bëj një ide. Më bëj një ide. Do me thënë që Ministria e Brendshme franceze ta gjej këtë mujahidin ku po fshihet, nëse është i gjallë kuptohet, nëse nuk e ka vrarë Mariam Raxhavi dhe mujahidinët, se këta zakonisht ka persona që shkruajnë letra i vrasin, edhe i thonë ja ka shkruar ai letrën dhe i zhdugin. Do më thënë në gjyshin që me Tao Pallën, ku Taoja më akuzon mua dhe ty sikur marrim nga 1.000 euro në muaj nga regjimi klerikal iranian, do kërkoj që të vi aty në gjysh ky Hadi Sanikani, udhëheqësia e mujahidinëve, që të vërtetojnë shpifjet e tyre, dhe besoj se ky gjysh, domethënë paktën si e shikoj unë, ka më shumë rëndësi te interesi publik. Domethënë që gjithë kjo idiotësia e Ramos me konspiraci iraniane etj, t'ja grisim maskën dhe t'i tregojmë opinionit publik se çfarë qelpsira janë këta, se si ky regjim i ka hapur bela vetes, jo vetëm atë që po bën me Izraelin tani, që po ja shet, dhe ky domethënë ky ka kaluar në ekstasi. Unë dyshoj që Rama duhet të ketë edhe probleme mendore. Se do më thënë, ato që ai po bën, ai po diskrediton veten e tij. Unë sot në mëngjes, në orën e Malajzis, kisha një intervistë me një media amerikane, ku ai gazetari amerikan tha mua, tha, shive çfarë shkruan Financial Times, tha, që ky kur e pyesin gazetarët se çaj si i përgjigjet i shqiptarëve, tha, ai thot, tha, FU, tha. Edhe FU, domethënë, edhe i thashun ne, shumë është domethënë ky po e shkatron imazhin e tij, jo vetëm mesin e shqiptarëve ku rrehet mas, po ky po e shkatron imazhin e tij edhe në rang global. Dhe dëshira ime do të jetë që ne me këtë gjysh model ta degenerojmë këtë administratën e Ramës, por edhe prezencën terroriste mujahidine, e cila se unë çfarë kuptoj, Gjergje, do të thënë me këto veprimet që bën ky, me histerinë që bën ky, se ky nuk ka qenë kaq shumë histeri. Ose mujahidinët do kenë arritur efektet anësore të kokainës Morolsi, është gjuna, janë një moment, efektet anësore. mirë, efektet e kokainës kuptohet kur e shikon se si sillet me turistët kanadez që thotë edhe këta janë agent iranian, po informacionin domethënë se ky nuk ka marrë vesh nga ato gjëra. Kush ja ka, se ky është budallak, ky nuk lexon, ky është ignorant, ky nuk merr vesh nga marrëdhënien ndërkombëtare, nga shkencat politike. E ka thënë edhe Frok Çupi, ai s'ka lexuar 2 libra në jetën e vet. Unë e besoj Frokun, është spioni i vjetër Froku, është serioz. Dhe unë dua ta di domethënë, a janë mujahidinët drejt për drejt që e kanë bërë kaq qesharak, apo është kjo shkina kosovare, kjo Vlora Hysejnaj, e cila domethënë me sa duket, se domethënë unë kam vënë re edhe nga terminologjia që njerëz sikur ky Karamuçi edhe Grita Duma, Grita dihet që e ka rekrutuar Meku që në 2020-ën, 2019-ën, por edhe gjua që përdor Tao Palla është që këta nuk e kanë ide në Iran, botin se çfarë bëhet në Iran, nga që janë ignorant,
Dhe e dyta, thjesht riciklojnë çfarë ka prodhuar Meku. Domethënë gjithë mashtrimet e Mekut, gjithë manipulimi i Mekut. Domethënë në këtë ramën çfarë po shohun është që po bëhet një lojë e kanë ingranuar aq keq, pak a shumë atë që i bëri Mossadi izraelit Trumpit. Kur janë mbushur mendjen në shkurt të këtij viti që i tha hajde vrasim Ayatollahin, tha se mbaron loja. Domethënë këtë po e trajtojnë si Trumpin. Edhe ky është edhe një krizë mentale tani, sepse unë e kuptoj, unë e shoh nga gjua jo verbale që ky përdor, agresiviteti që ka me gazetarët, nga që ky domethënë po ka një lloj problemi aq të thellë mental dhe nga që ky po të shmendet, një gjë tjetër interesante që mua më bën përshtypje është se këtë po e braktisin socialistët. Ti kanë ngelur vetëm dy mercenar. I kanë ngel Tao Palla, i kanë ngel edhe ai Ulusi, si e ka emrin ai katunari Dibrës. Që më kishte Jo, është sulmuar. edhe Ziqineja, është edhe Zënjush Sara nga Elbasani. Janë. I paska ta. Okej. Janë. Domethënë, po kam vënë re që këtë Ulusiun edhe Taulantin është duke i përdor më shumë, edhe është duke bërë idiotësira. Ajo domethënë që ky ka bërë Iqbalës, një grua 60 vjeçare, duke biles edhe ky mentor Kikia, se tani po shikoja edhe po ka shumë që po tallën dhe po i thon Ramos, apo ky që nga rreziku i Iranit. Domethënë e kupton sa idiot është bë? S'ka çfarë të bëj edhe po shef i thon unë dyshoj duhet kjo bullallashka. Kjo Vlora Hysena që i bën këto gjëra. A kupton ti Iqbal Hududi, më fal, Po punën një në moment, të një është moment. Vlora, mund ta zgjidh unë. Jo, më dëgjoj. Mund ta zgjidh unë se do të pyes një bashkë qytetarin tim se ai e di çfarë mendon Vlora. Çunin e Bardhit, ai e njeh nga shumë afër Vlorën, do e pyes atë nëse ndikon Vlora apo jo. Se kur them e njeh afër, shumë afër, ë. Po, vazhdo tani. Edhe ndoshta i çuni i Bardhit mund na ndihmoj që na e shpjegoj këtë mohabet, por puna është që ky është duke bërë idiotësira burr. E kupton sa qesharak që bëhet ky, që bllokon një plak 60 vjeçare. Para kësaj u bllokua i Xhaja, ai Imran Hyseni, 85 vjeçar. Në qoftë mban mend atëherë kur bëm ato videon e Qiram Shikut, antiterrorit, ata i dhan atij Gjerzefit atë traktin që thonin po vinte ky, po nuk e ndaluam ne, po na thanë shërbimet partnere, ndaluan Xhajin 85 vjeçar. Po hajde më varet se ishte nga Trin Databaku. Po tani bllokuan Vlorën. Unë do doja t'i thoja këtë Jo Vlorën, Iqballën, Hudutin. Iqballën, domethënë e çash Iqballi i cop Hoxhenic, që tregon ato historinat e Ehlil Beitit, jo Imam Aliu, Imam Hyseni, e këto që muhabete shiitërish, kupton? Por unë qa po kuptoj gjë tjetër që e pas ka acaruar Ramën, se Rama ka sulmuar edhe Albin Kurtin këto ditët e fundit, unë do doja t'i apeloja kosovarëve që në fund javë të vinë dhe të vërshojnë Tiranë, por edhe tetovarëve, shqiptarëve të Maqedonisë, shkupianëve, sepse unë po kuptoj që këtë e pas ka acaruar shumë prezenca e shqiptarëve nga Kosova dhe nga Maqedonia. Prandaj unë do doja që t'i apeloj atyre që të vinë në Tiranë, edhe unë kam qef që ky të vazhdoj të bëj shumë gomërdhëqësh. Domethënë, mundësisht unë do doja që ky ta mbyllte kufirin, mos lejonte më kosovar edhe shqiptar të Maqedonisë. Domethënë unë kam kuptuar se ky nga që është psikopat. Gjëja më e mirë që mund të bësh me këtë është ta nxitësh, ta provokosh, kupton? Unë prandaj jam duke edhe përdor Facebookun tim duke i provokuar këta, bëj video rreth Tiranës, bëj video me atë Ismail Bakajen, këto gjëra se kam qef kur i acaroj, sepse i shoh që sa më shumë i provokoj, aq më shumë acarohen. Edhe rrinë ndërtojnë kështu teorira konspirative në mendjen e tyre. E kupton ti që unë besoj, nuk e di, a janë idiot apo e besojnë për një me që ne jemi pjesë e asaj klikës iraniane, unë, ti, Iqballia, Dritan Goxhaj, e ku dëgjon, Flamingot, kupton? Edhe janë idiot. Pse? Të kujtohet kur kapën ato studentët që ishin ato turistët iranian, më fal italian, që njoni ishe me pasaportë italiane, po ishe rumun, edhe ai ishe nga Kluzhë, ku ka bërë njoni universitetin, një që ka kokën me cepa, socialist, deputet. Po ashtu njoni ishe maroken, po me pasaportë italiane, i kapën ato demonstrata salës, i kishe paguar Shkëlzeni, do gjushin me Molotov, do dishin kryeministrin, më fal, ku janë ato? Bëj pyetje, ku janë ato? Ama ku janë? Ku janë? Çu do bëhet edhe puna këtyre turistëve kanadezo iranian që do bëshën revolucionin, që këto do rrëdoshin regjimin.
Kështu ke niveli i çfarë themur i Verorës që do vi tragedi nga Trieste për herë të parë, do zbarkojnë tanket, do kapin Durrësin dhe Tiranën. E ne kishim bën 10 ushtar kufini me kallashe me mitralos klet. Dhe gërvishnin bojën tankeve që do pushtonin Shqipërinë me pluma kallash. Ka një nivel me janë, s'kan rrugë nga 86 kur erdhi për herë të parë tragedi. Po ai truash. E me që jemi këtu, më dhe një ide për përfshirjen e francezëve. Jo për gjyqin, se gjyqi fillon sot e maromot, regjimi duke stërra 20 herë deri atëherë, nuk do dim kush do nga këto kaprionët e regjimit do jetë gjallë, kush do ketë vdek, kush në burg, kush në arrati, kush në azil e tjerë. Problemi është stop. Unë kam qenë në Manës me një gazetar të AFP-s, Agence France Presse, ekuivalenti atë shës tonë, do ta kontaktoj këtë, se rrujmë kështu, unë kisha rolën e fikserit, ai ishte gazetari, edhe do shpresoj që të bëj kontakt me Gendarmerinë Nacionale, domethënë me Gendarmerinë Kombëtare franceze, ose edhe me DGSI-në, Direction Générale Sécurité Intérieure, dhe të kem mundësi që të bashkëpunoj me to për të gjetë këtë Hadi Hamiksanin, se ka humbë si shurra pulës. Boni ato deklaratat me shkrim që i zotët di se si i kanë noterizuar, drugi me sele kjo, dhe u zhduk. O gjalla së gjallë, o gjalla së gjallë. Kjo është problemi. Është gjalla, po nuk është gjallë. Sepse Gjandarmeria franceze dhe zbulimi i brendshëm, kundër zbulimi, se themi francez, ja shtrëngun terroristëve të Manzës, ja shtrëngun vidat në Paris. Do bëni një manifestim të madh këto, një lloj siç ja prishi Rama 2023-shin, që i dhe se kam të lashe tjera. Ja prishin manifestimin, jo s'do e boni. Jo s'do e boni për nyshe do t'ju vëmë hekrat edhe kur ta fitoni gjyqin, po e fitun do dilni nga burgu. E kupton? Pra, për Francën këto janë rrezik. Rama thot që janë aleatët tanë, ne me to, Perëndimi, Amerika, NATO. Franca, fuqi e madhe, fuqi bërthamore, antare përhershme Këshillit të Sigurimit, i konsideron si rrezik këto. U anullon aktivitetin publik, gjithë ajo Francë, që ka policie, ka gjandarmeri, ka shërbim sekret, ka dhe ushtri. Ne s'kemi as policia as ushtri. Ky nuk e përdor dot policinë me mbrojtje port ka kome, se ka frikë se i shpërbëhet policia. Se jemi këtu, donin me zhvendos batalionin e Kamsorisë së Let Malori, ja kam vonë emrin regjiment tani duhet, nga Vaudejës në Velipoj, me dhe mek për stërvitje verore që premshin ato fshatarët e riollit të Velipojës. Nuk e zhvendosën dot. 4 batalionet qelta ka ushtria shqiptare. As atë nuk është vendosën dot. E kupton se çfarë niveli janë këto? E kupton se çfarë niveli janë? Nuk kanë mërmjete me na shtyp kokën, nuk kanë. Shërbimi sekret është cop. Qisin atë Karamuçën që është i punësuar nga Ministria e Brendshme që tregoi pralla inshallah po i tremin shqiptarët. Këto dalin me i fush pa fishek, as me fishek manevrë dhe thonë brava, ne Një moment, si është i punësuar? Është me rrogë Karamuça nga Ministria e Brendshme? Po, është me rrogë, jo spiun, me rrogë, dhe me siguracion. Me rrogë dhe me siguracion, jo spiun, jo nga këto që paguajnë nga fondi që quaj fondi special në kohën e Italisë të Zogut, jo. Me rrogë dhe me siguracion. Ky ekspert i pavarur i sigurisë paguhet nga Ministria e Punëve të Brendshme. I paguajnë edhe siguracionin, zotëri. Biles, nga që është ai ligji për tatimin e të ardhura që tatohen në burim, ky nga ajo pagesë që i bën Ministria e Brendshme i pagu këtë tatimeve, pagu tatimin mbi të ardhurat personale, këtë zyre tatimeve. Pra në favor zyrës tatimeve. E kupton apo? Ky është ekspert i pavarur. Do më thënë, ky merr ka një 2-3 rroga, një si spion, një si pedagog, po tjetër? Për spion s'di se nuk më ka rënë në dorë ende regjistri i këtyre spionëve që paguhen. As ai i policisë, as i shikut. Po çfarë roli ka ky në Ministri të Brendshme? Propagandist, për çfarë paguhet? Influencer? Ekspert sigurie, për atë paguhet, po nuk e di çfarë sakt çfarë punë bën. Se mund të jetë, çfarë them unë, ka ne kurs për policë, mund të jetë lektor kurs për policë, nuk e di se nuk e njoh se si funksionon Ministria
e punëve të brendshme dhe drejtoria e policisë shtetit. Po tani Nuk e di. kur Por del ky paguhet me rrogë, ka paguar këtë e kanë të vërtetuar me këtë tatimet, ka paguar dhe taks mbi të ardhurat, tatimin mbi të ardhurat personale, ke zyra tatimeve nga lekët që ka marrë nga Ministria e Brendshme e Shqipërisë. e sa lek Ka me paguar dhe siguracionin, ja paguar. e mban mend Gjorolën sa nga? Nuk më kujtohet, Sa mban? mosha po vetën jam 60 vjeç. Sa më. Okej, po tani Po di kur që del ka paguar taks ke tatimet, ke zyra e tatimeve, i ka paguar shteti dhe siguracionin, pra nuk është i punësuar në të zezë, as i punësuar si spion, ë? Dhe është ekspert i pavarur. Pra po unë tani marr rrogë nga Ministria e Brendshme, po jam pavarur nga Ministria e po Brendshme. tani kur del ky te Grida Duma thonë jo ka agent ruse iraniane, jo është një kanadeze, po ikën me pasaport kanadeze, jo është një shqiptar rritur në Durrës, po fshihet edhe se dim se ku është, ku i thot këto gjona, me rrobi për këto gjona, apo i thot çu kop? I thot nga që është delirant. Unë nga mund të jetë edhe mitoman, mund të ketë probleme të shëndetit mendor, unë nuk e di. Ai me rrogë, sakt nuk e di çfarë funksioni ka për cilin paguhet. Po që paguhet. Se ti ke edhe këto gazetaret e shqyera që merreshin në rrogë ke ujësjellsi. Që kur plasë tubi ujësjellsi, do ta ke 100 tubi në ujësjellsi. Sigur kjo gazetaret e tubit, Bjeta Sulo e Top Channel që promovon të këto edhe një nga mati, se çfarë është një Mira Kazhani, edhe ajo ishe gazetare tubi ujësjellsi dhe ajo. Jo, këto ishin këshilltarë për ujësjellsin e Tiranë, këshilltarë. Këto e këshillonin ujësjellsin se si duhet jetë ujë sa më i ëmbël për shijen e ujit për këto gjona të. Po nuk di marr. Duket edhe ky mund të jetë në këshilltar në jo, po di që paguhet. Flas me dokumenta, di që paguhet se ka paguar taks, ka paguar siguracion shteti për këtë. Pra nuk është punësuar në të zezë. Po nga ujësjellsi do OSHA merr në lekë si këta të tjerët? Jo, se po vërtet po investigoja diçka tjetër ke OSHA Tiranës, kush nga këto VIP-t janë punësuar atje, domethënë si elektricista, si kështu punëtor me kazë, me hap kanalet, me shtru linjat. Po jo, në emri këtij nuk ndoli, jo. Nuk besoj. Nuk ndoli. Ndoshta gjeni një punë tani te kjo që së utoja, kjo si quhet më burrë, Universiteti Nën Tereza, qendra spitalore. Qendra spitalore në Shqipëri Nën Tereza, po. Tani po e marrin e çifutët, ndoshta mund ta marrin këshilltar sigurie, domethënë ti tregoj që mund ta punësojnë edhe të temë gjykatën kushtetuese se juridik ka marrë ose gjykatën e apelit, se mos ta punësojnë. Mirë. Para. Okej, Gjergji, atëherë për punën e Taos, do të çoj pasaportën, gjejmë një avokat. Unë po flas me 1-2 persona, edhe kam qef që t'ja bëjmë pabdin sa më shpejt, se dua që tani që është muhabeti i nxehtë, edhe të shohim pak gallat. E dyta, edhe unë jam kurioz që ta di se çfarë bëhet me këtë Hadi Sani Kani, a është gjallë apo jo? Po do kërkoj patjetër që të vijë në gjyq edhe të tregoj busta pagat që kemi marrë vëlla se për shembull sigur theti ky Karamuço paguhet nga Ministria e Brendshme, paguon taks vëlla. Nëse unë edhe ti kemi marrë nga 1.000 euro në muaj nga Hadi Sani Kani apo nga Mojsi Iranian, duhet të pagujmë taks. Sa është taksa? 20% mbi rrogën sa është ajo? Jeri ko Sale ka pas 10% mbi të ardhurat, tatimi mbi të ardhurat. Po tani sa ka qura më 40%? Nuk e di se s'kam pas nderin t'i paguaj taks këtë lloj tatimi, zyrës tatimeve në Durrës. Po, është bërë, por kjo taksa e Ramës është më keq se sa haraçi turkut, që thonin kota Enverit u bën shqiptarët muslimanë mos pagunin haraç. Me këtë haraçin e Ramës është bërë Gjizeja. Domethënë ky haraçi i Ramës është më i keq se sa Gjizeja e sultanit. Gjergji, do themi gjë tjetër apo ta mbyllim me kaq? Jo, kaq me meriton Tao, Paula, nuk meriton më. Okej, Tao, kjo ishte pak a shumë për mbledhja e asaj që unë me Gjergjin donim thonim. Miq, ky është pak a shumë shpjegimi i habereve të ditës sotme, ku Edi Rama po gjen gjithandej iranian. Njëra ishte Iqbal e Hududi, atë i qëruam.
janë një 3 turistë kanadez me origjinë iraniane që shiku i Ramës, antiterrori i pas ka kapur, ja ka çu direkt video në Ramës i ka thënë çeku i kemi edhe këta agjentët iranian, është dritani i Më falë, tmerrshëm. nuk i kapi të fshehur në ndonjë shpellë, i kapi mes bulevardit me ca kartona kishin shkruajt në përkrajet e lirisë. Po, Pra, domethënë nuk ishin se ishin qef, ishin maskuar, ishin bërë, domethënë, ishin trukuar që mos i është dritani që është koka e gjithë saj dhe përveç dritanit jam edhe unë me Gjergjin që bëjmë koordinimet. Dhe për ata që më ndjekin mu Facebookun tim apo Facebookun e Taos, nëse keni parë edhe foton që unë me Ismail Bagajen, që është zëdhënës i Ministrisë së Jashtme iraniane, isha në Hong Kong për i konferencë, takova. Edhe bëm atë muhabetin që thot Taoja, se po më tha do të rrisim provimin e dronëve, edhe kanë ardhur në konkluzion iranianët që në respekt të luftës hibride që po bën populli trim dhe heroik shqiptar kundër Edi Ramës, do prodhoj një lloj droni të ri që do ta quajnë dron Flamingo. Nga që dy nga dronët më të famshme iranian mi, që është Shahid, që do të thotë martiri i Zotit, Shahid, njeriu që sakrifikohet për Allahun, të shkon në xhenet. Droni tjetër quhet Ababil. Ababil vjen nga surja El Fil e Kuranit, ku thotë Allahu në Kuran, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Edhe përmendet historia se si Zoti dërgoi zogun Ababil që shkatroi ushtrinë me elefant të sundimtarit Jemenit Abrahas dhe e ruajti Qaben. Pra droni i dytë është Ababil dhe me kolegët iranian ram dakord që droni i tretë quhet Flamingo, në nder të nartës, të vlorës dhe të pelikanëve të bukur Flamingo. Dhe me këtë rast unë mundohemi edhe që të rregulloj pak CV-n time, nga që Tauland Balla më quan gjatë prishur. Edhe unë dua që në ushtrinë e lavdishme iraniane të jetë edhe një dron i cili vjen nga viset tona. Domethënë ashtu sikur iranianët më herët në kohën kur Gramozruçi edhe krerët e Partisë Socialiste hanin e pinin me iranianët dhe merrnin lek, ata bën edhe atë pullën, stampën e pullës me na infrash, unë dua që me inshallah një nga dronët e tjerë e famshëm të tjerë që Irani do të zhvillojë, kuptohet me teknologji kineze quhet Flamingo. Po nuk e di, ndoshta duhet me fol me këto dyqanet iraniane Gjergji që shesin kështu nga këto lojrat e rrospijeve, ndoshta iranianët mund të zhvillojnë edhe ndonjë nga ato që përdorin këto grupi LGBT edhe nëse bëjnë ndonjë zhvillim të tillë, ndoshta mund të sugjeroj që t'i binin emrin Edi dhe Tauland. Nga këto vegla që përdorin. Jo, jam për dron të ri, hy mik nëse ta dëgjojnë llafin, po jo dron vrasës, dron zbulues, surveillance, domethënë mbikëqyrës. Edhe t'ia vjen emrin Tau. Ti parasysh që emri Tau të lidhet në mënyrë të pasgjillshme me zbulimin. Se ky zbulon kështu spionër, agentër. Nga këto dronët me rrezet kurte 40-50 kilometra për zbulimin, domethënë ai që quhet zbulimin taktik. Kupton? Okej, ja sa ta mbarojmë videon direkt në email. Dronit Tau, besoj mund ta ne bëjmë këtë në iranianët. Inshallah, inshallah. Mirë Gjergj, Ika, miq, ju falenderoj të gjithëve, besoj se u zbavitët me çudirat më të fundit që vijnë nga Arnautistani, natën e mirë, që t'ia acaroj ata që murrejnë. Selam aleikum wa rahmatullah.